Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin edhe ndikimin më të madh që ka të bëjnë për sa i përket datës 18 gusht 2026. Edhe pse si dita e Marsit, kjo është një ditë tjetër shumë e rëndësishme astrologjike sepse lidhja veriore në retrograd largohet nga Peshqit dhe futet në Ujor në orën 22:35. Ky është një ndryshim shumë i madh karmik sepse lidhja hënore, lidhjet, ndikimet, favorizimet tregojnë drejtimin kolektiv, mësimin e fatit, takimin e rëndësishëm, kthesat, lidhjet karmike dhe boshti ku ndodhin eklipset e së ardhmes. Me kalimin e lidhjes veriore nga Peshqit në Ujor, fokusi gradualisht zhvendoset nga shpërbërja emocionale, besimi, mjegulla, spiritualiteti dhe ndjeshmëria. Komuniteti i teknologjisë dhe të ardhmes, të grupeve të mendimit të pavarur, rrjetet dhe identiteti social. Ky kalim është shumë i rëndësishëm sepse Ujori është shenjë fikse dhe që kjo do të thotë ndikimin dhe aktivizon fuqishëm boshtin Ujor Luan në muajt në vijim. Pas eklipsit diellor në Luan në datën të datës 12 gusht, hyrja e lidhjes veriore në Ujor e bën edhe më të qartë se jemi duke hyrë në një periudhë ku tema unë, tjetri, zemër, komunitet, ego e ardhme, skenë personale, rrjete kolektive, që do bëhet shumë e rëndësishme. Kjo është një kthes shumë e madhe, lidhje me atë që nuk duhet nënvlerësuar. Më të ndikuar janë Ujori, Luani, Demi, Akrepi, sidomos të dhjetë të tretë. Sepse lidhja veriore hyn në fund të Ujorit dhe fillimisht prek gradën e fundit të shenjave fikse. Ata që kanë planetet në këto shenja kanë ndikime shumë të mëdha në këtë aspekt. Mu të ndjejmë sinjalet e forta ku fati do dhe kërkon të vërtetën. Ajo që do duket që fillon një kapitull i ri i identitetit në punë, në karrierë, në çështje personale. Për Luanin, marrëdhëniet dhe partneritetet marrin peshën karmike. Për Demin, karriera dhe statuti hyn në një fazë të re. Për Akrepin, shtëpia, familja dhe baza emocionale bëhet fusha shumë e ndryshimit madh dhe kuptimit të jetës. Ky kalim prek edhe shenjat e ajrit. Bashk dhe ndikimin më të madh, binjakët dhe peshorja, sidomos të dhjetë të tretë, në mënyrë më mbështetëse, duke hapur rrugë në komunikimin e dashurisë, krijimtari, udhëtime, studime, projekte, rrjete sociale. Shenjat e zjarrit, dashje dhe shigjetar gjithashtu mund të ndjejnë si mundësi për kontakte të reja, vizione dhe lëvizje drejt së ardhmes. Astrologjikisht, kjo ditë nuk është thjesht një ditë për një veprim praktik. Është një ditë për të kuptuar ndryshimin, drejtimin. Mund të ketë një takime me dikë që më vonë me rëndësi. Mundësi të ketë një ide në projekte në rrjete teknologji, komuniteti ose në grup. Mund të ketë ndjesi në marrëdhëniet në rolet drejtuese dhe jo vetëm lidhjet dhe varësitë të tjera, për çështjet praktike dita është e mirë për planifikime, projekte afatgjat. Ndikime dhe rrjete sociale mund të jenë në njëra nga ndikime më të mëdha në fushën e karrierës dhe të ekonomisë. Duhet pasur pa kujdes sepse lidhja veriore me energji shumë karmike jo gjithmonë plotësisht të qarta në momentin e parë. Dhe kjo do thotë mundësi duhet të kujdes dhe vazhdimsi. Prandaj kërkohet kujdes, prandaj kërkohet vëmendje në gjërat që neve kërkojmë. Tani, para se fillojmë parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkimin e parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz çon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin se si funksionon shërbimi. Duke shkruar tek sekretaria, atje dërgoni emailin tuaj dhe jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit se si funksionon shërbimi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por juve të kësaj shenje duket se një nga ndikimet dhe mundësitë më të arta që kanë bëjnë tani tutje është momenti dhe koha e duhur, sepse stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha, mundësitë të arta, koha dhe vazhdimësia janë ato që ju bëjnë të ndjeni superior, janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë me veten tuaj, me karrierën tuaj, me mundësitë e juaja dhe projektet që juve keni. Projektet afatgjat është mundësia tani në anën tuaj më të mirë të mundshme. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore sepse është një ndikim mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Prandaj ka të bëjnë shumë me takime, ka të bëjnë shumë me ndryshime të mëdha,
por gjithashtu është një ndikim shumë i madh sepse lidhet me ekonominë, lidhet dhe me vendimin e madh që mund të keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Edhe pse është koha, është momenti i ardhur për gjëra të rëndësishme dhe vendime të mëdha që do të merrni tani tutje. Por gjithsesi është koha ku gjërat do jenë në favorin tuaj dhe mënyrën dhe mundësinë se si gjërat vinë dhe si gjërat përplasen nga ndonjëherë. Ato ndryshe duam, ndryshe gjykojmë, ndryshe rregullojmë. Në çështjet shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditës së parë, nga foret e ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense demi duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet është koha, është momenti madje për nisma të reja në lidhje me ndryshimin dhe ndikimin e madh që ka të bëjnë tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar sepse kjo është një periudhë më të afta, më të arta për nisma të reja dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me demt e ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë, kanë ndikime shumë të mira dhe shumë favorite. Vazhdimësia duket e mbarë në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket se kjo periudhë është një periudhat ku shumë gjëra do shkojnë në vendin e tyre, shumë gjëra do jenë në një pozicion madje mjaft ndikues, rrezatues për juve që lidheni me punë aktuale, jeni në pritje për një ndryshim shumë të madh që do keni tani tutje, por mos u shqetësoni, sepse kjo periudhë tregon mënyrën, tregon mundësinë, tregon kohën, tregon diturinë për gjëra që doni të bëni dhe një mundësi e artë që keni tani tutje, paçka se disa gjëra janë mjaft ndikuese për juve, mjaft të rëndësishme për ekonominë dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi ato që ndodh, mbi ato që është në fushën e karrierës, në fushën e përditësimit dhe të mundësive. Por megjithatë, është një kohë përcaktuese, është një kohë që rrezaton mbi ato që bën. Por gjithsesi, kjo është periudha më e mirë e mundshme në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me binjak është ideale. Ideale në anën tuaj, kurse karriera është ajo që ju bën të ndiheni më mirë, sepse në lidhje me punën, në një punë të rëndësishme ju të palidhurit, mund gjeni njeriu e zemrës suaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket shenjës së gaforeve, meqense tani për tani i keni mundësitë për punën, keni mundësinë e biznesit tuaj, sepse kjo periudhë duket një periudhë mjaft e mirë dhe shumë pozitive, sepse duke pasur parasysh disa gjëra që lidhen me punën aktuale, lidhen me një biznes që keni pasur para disa kohëve dhe e keni lënë pas dore për arsyen tuaj, jo se ka problem, mund ta themi këtë, por është momenti i duhur në kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Gjithmonë jeni një hapar se çfarë ndodh në çështjet e punës suaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me disa ndryshime që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë edhe me disa vendime shumë të rëndësishme që keni tani tutje, shikojeni gjërat që t'ja arrini qëllimin tuaj për arsye të punës suaj dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me demt të ditës së parë, me akrep të ditës së tretë, është mjaft ndikuese dhe tepër ideale, prandaj mos u shqetësoni fare, sepse është ky moment tani që do shikoni edhe vetë, kur keni kohën tuaj, keni momentin tuaj, keni ato çka juve gjykoni në lidhje me punën aktuale, por gjithsesi, kjo është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet do keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe tani për tani keni disa gjëra shumë të rëndësishme. Çështjet që kanë bëjnë me dashurinë, kanë bëjnë me takime, kanë bëjnë me mundësitë dhe kohën më të mirë të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me akrep të ditës së parë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanit, meqense luani tani për tani është koha, është mundësia, është periudha kur ndodhin disa fenomene mjaft të rëndësishme,
për kohën dhe për punën, në lidhje me disa vendime që tani mund t'jenë dhe si periudhë, por dhe si kohë në çështjet e punës suaj, në çështjet e karrierës suaj, në lidhje me ndryshimin që keni pasur, në lidhje me një mundësi, sepse është koha juaj tani, dhe shikoni dhe vetëm kujtoni, kjo bën që juve të kujtoni shumë gjëra, të arrini shumë gjëra në ekonomi dhe në stabilizime, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me shikjetar është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshën duket se kjo periudhë është një nga periudhat që diktojnë në farë mënyre për arritje të shkëlqyera, për arritje që juve dash do besoni, dash mos e besoni, është koha më e mirë e mundshme, sepse stabiliteti është ai që ju bën të ndjeni superior. Stabiliteti është ai që ju bën të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj, mjaft mirë me gjërat që do të keni tani e tutje. Është periudha mjaft solide në një farë mënyre, por edhe anë të tjera të biznesit që juve keni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të rediqit parë, me ujor të rediqit tret, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshoret, në fakt, tani për tani, jo se e themun, por e thot vetë intuita dhe ndryshimi, ndikimi dhe rregullimi, ristartimi i gjërave të ekonomisë dhe stabilizimit të punës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore, me ujor është perfektja. Kurse në lidhje me një takim pune, që do të thotë me Luan është idealja, por pak vëmendje me binjak, sepse me binjak ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët, në lidhje me akrepët, duket se kjo periudhë është periudha e komunikimit të pastër, të çiltërsisë. Po, e keni mundësinë, dhe kjo është koha dhe vendimet më të arta që do të merrni ndonjëherë mbi punën tuaj, mbi ndryshimin që keni, momentin që keni tani e tutje, janë mjaft ndikuese, rrezatuese në lidhje me punën dhe në lidhje me një takim që do të bëni tani, është një takim i papritur. Kjo lidhet me punën aktuale, lidhet dhe me një vendim shumë të rëndësishëm që merrni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bënë me gafore dhe me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, me kjo se shigjetari tani për tani është dhe mbetet në rrugën më të mirë të mundshme të jetës, sepse ka ndikime shumë të mira në ekonomi, ka ndikime shumë të mira në vazhdimsi, sepse karriera do që juve të jeni në ndikimin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë, sepse takime pune, bisedime të rëndësishme vinë si rezultat i gjërave të mëdha që juve keni në anën tuaj, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë vazhdimsi, si në punë, si në karrierë dhe jo vetëm. Prandaj, mos u shqetësoni fare, se është një nga periudhat më të arta, më të mira të qenë ndonjëherë, dhe do shikoni që gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe virgjëresh është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapit. Me bricjapët duket se ka bënë shumë ekonomia, stabilizimi, marrje një detyrë të re, dhe kjo lidhet me ekonominë dhe çështje të tjera që do të pasojnë më tej ku jeni në anën e biznesit, të karrierës dhe të mundësive të arta. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem dhe me akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Në çështje që lidhen me një çështje ekonomike financiare, në lidhje me biznesin që juve keni, është momenti juaj dhe çështjet të rëndësishme vijnë tani e tutje. Në çështjen e dashurisë, edhe pse një problem i vogël që keni pasur para disa kohëve, duket se e zgjidhni pikërisht juve tani. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dash dhe me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshët dashur, sado që vëmendjen juve jepni në anën ekonomike financiare, jeni shumë përpara për qenë në këtë kohë. Unë nuk e diskutoj, nuk e vendosim se sa përpara jeni dhe sa të qartë dhe të saktë jeni, por me qenë se juve çështja e peshqeve keni dhe mundësi plus tani, ku do të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj dhe shumë gjëra në anën pozitive të planeteve, u jepet mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dem të rediqit parë, me ujor të rediqit tret, është perfektja, edhe pse disa probleme janë të mbartura nga e kaluara, por nuk ka vend për të shqetësuar për juve, por ka vend për të ndryshuar gjërat që juve doni dhe çështjet që juve keni tani e tutje.
ana shpirtërore, një dashuri e munguar do jetë me akrept edhe dishit parë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme të datës 18 gusht 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashtrimet detajura, astrologu.al, faqja roz. Aty mund të shikoni gjithçka, nëse ju pëlqen diçka, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpër Viber apo WhatsApp. Më njëherë pulla. Gjithë mirat.